Arlind, sot Lëvizja Bashkë thirrri një protestë për rritjen e pensioneve dhe miratimin e minimumit jetik, por asnjë media nuk e ishte e pranishme dhe asnjë lajm nuk është pasqyruar. Cila është thirrja juaj për pensionistët? Unë nuk habitem fare që mediat e bojkotojnë Lëvizjen Bashkë, kanë halle më të mëdha për të pasqyruar budallëqe që thotë Edi Rama, Sali Berisha, dhe jo të merren me çështje kaq etike siç është kjo e pensioneve që prek mbi 700.000 qytetarë të Shqipërisë. Nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë nuk ka para për të blerë media, nuk ka para për të blerë opinionist. Edhe sikur ndonjëherë të bëhemi parti e madhe, nuk kemi përshpenzuar asnjëherë para në mënyrë korruptive. Kështu që e kuptoj të keqen e madhe që ka zënë Shqipërinë, që ka zënë qeverinë, ka zënë elitën e vjetër politike, ka zënë institucionet, ka zënë jetën ekonomike dhe sigurisht ka zënë edhe mediat. Gjithsesi thirrja ime për pensionistët dhe qytetarët e Shqipërisë është që ditët e enjte në orën 10 përpara Kuvendit të Shqipërisë ngrejmë zërin e protestës për të kërkuar minimum jetik, pensione dinjitoze, për të kërkuar uljen e Kosovës të jetesës dhe njëkohësisht statusin e minatorit. Këto ide nuk keni për të dëgjuar edhe një herë në mediat e mëdha të vogla sidoqofshin, por prapë se prapë e vërteta duhet shaj në vetdijen e gjithsecilit për ne. Ju presim edhe një herë të enjten në orën 10 përpara Kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit.